Përshëndetje nga kuzhina e Nerit, sot kam vendosur përgatit një supë për ndryshe gjellë me misht pulës që është tepër e shijshme. Krejt që kanë nevojitin prej përberze, në 600 gram misht pulës, kemi grinë sopa, një lugë të gjellës sarit të specave, një lugë të gjellës me hullër të bluar ose 4-5 thelbi hullër të grijer, një lugë të mesme me magdanas terër, 200 gram me shlakzane ose ajk, 2 supa gjellit pra, po drafka, një lugë të gjellës me mill, edhe në tenxhere kemi hedhur pashtu vaj që e kemi lëshu edhe shpëretin me unëze, edhe ujë. Bismillah, tashti vaj është një zehur, e marrim mishin e pulës edhe e qesim me kavardis. Mishin e pulës e kemi kavardis për 5 minuta dhe duket kështu. Tash marrim një lugë të gjellës me mill, një lugë të gjellës me salcë të specave, hullën, magdanosin, përgatitet shumë shpejt edhe bëhet shumë e shijshme që e vlen të vani. 2 supat e gjellit, 200 gram me shlakzane ose ajk të qesim, edhe marrim ujin e vaj pra e qesim. Përzina mirë, edhe e lojna që të zihet. Nuk keni ide që ka me përgatit, ja vlen ta provoni, sidomos tash për kurat e ftohta ju knoq. Edhe gjella ose supa, quani si të doni, kryesorja ju knoq. Është gati, e kom zi pra në temperaturë 3 ose në 4 për 20 minuta. Super shije, super shpejt edhe super e lehtë në përgatitje. Ja vlen ta provoni. Kur nuk keni ide çka përgatitni për drekë, për darë, për syfyr, për iftar, për çdo rast pra që keni uri. Neve na bëft mirë, juve pashtu nëse provani. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni, komentet e bukura e deri në recetën e radhës. Nga kuzhina e Nerit ju them, miru pafshim.